Situata e tensionuar në lindjen e mesme që ka shkaktuar dhe rritjen e karburanteve po ndikon në tregjet ushqimore në vendin tonë. Në një vëzhgim bërë në tregun e fruta e perimeve në Roz, vëret se mallat e importit po shiten me një çmim më të rritur, rreth 20% në krahasim me një javë më parë. Qytetarët thonë se çmimet po bëhen të papërballueshme. Kur shkojnë më, për sa dojnë janë rrit, sa dojnë vetë. Me shit, edhe na me pension të vogël, që me marrë më parë? 3.500 lekë i kile speca. Që me bë më parë? I kile speca nuk del. Jo në rrit i fije. Sa për shembull? Pak, jo shumë, ke 15-20%. Po, ai që ka për i përbollën, ai që s'ka lekë si përbollën. Mo zë më gësë. Lej, po, nuk është mirë puna hiç. Çmimet në stratosferë, pra ditja ndrysh, mas dite ndrysh, s'ka lekuliber, hiç fare. Sipas ekspertëve të ekonomisë, rritja e çmimeve të karburanteve dhe të energjisë në tregjet ndërkombëtare pritet të transmetohen gradualisht edhe në ekonominë e vendit tonë, duke reflektuar efektet e inflacionit të importuar, sidomos në produktet e shportës ushqimore.